di sale, sapore di mare, che hai sulla pelle, che hai sulle labbra, quando esci dall'acqua e ti vieni a sdraiare vicino a me, vicino a me. Sapore di sale, sapore di mare, un gusto un po' amaro di cose perdute, di cose lasciate lontano da noi, dove il mondo è diverso, diverso da qui, il tempo è dei giorni che passano pigri e lasciano in bocca. Përshëndetje dhe mirëmëngjes, shikues të Radio Televizionit Ora News, jemi bashkë, kemi spostuar nga studio, kemi dalë pak dhe kemi mbritur jo shumë larg Tiranës, për të mos thënë afër, në një qark dhe në një vend, në një zonë ku pritshmëritë e gjithë Shqipërisë, në fakt edhe në të gjitha aspektet janë të atill që do të ketë shumë garë, madje jashtëzakonisht garë. Në afër me në këtë coffee morning, le ta quajmë kështu ose vendosa ta quaj kështu. Është Grida Duma, nuk ka nevojë të bëj absolutisht asnjë reklamë, është kandidatja e Aleancës për Punë dhe Dinjitet për Bashkinë e Durrësit. Tenton, do provon, guxon dhe shpreson, madje beson shumë, unë thash 4 folje për të marrë Bashkinë e Durrësit dhe për t'i kërkuar bashkëqytetarëve të saj për të larguar një drejtim 8 vjeçar dhe për të ardhur diçka e re. Mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se erdhët. Nuk e kisha menduar kur që do të kisha ardhur në këtë mëngjes të tillë afër detit, shumë interesant dhe të falenderoj sepse nuk është ide ime. Po, është vërtet. Mendoj që është tyse jona për të thënë tani tashmë duhet vini në Durrës. Tashmë duhet vim në Durrës. Tashmë duhet vini në Durrës. Tashmë kronikat nga Durrësi dhe kjo është gjë e bukur. Dhe është e vërtet. Po. Nuk të tremb asgjë për të. Më kënaq çdo gjë për këtë, është krejt e kundërta. As 2800 vota, as 2800 vota. Imagjinoni çfarë do të thotë tani, të çohesh në mëngjes dhe të kesh edhe ndonjëherë shansin që ta pish përsëri kafe në buzë detit. Është e gjitha e kënaqshme. Pra të gjithë duhet vinë në Durrës. Pse jo? Duke nisur pas datës 21 qershor. Pse jo? Pas 21 qershorit, sigurisht nuk do të jetë fiks pas 21 qershorit, sepse procesi do zgjas 2-3 ditë derisa ne të jemi të qartë për rezultatin e padiskutueshëm. Por atëherë fillon puna që nuk kupton. Sigurisht që qyteti që në vitin e parë do të jetë një qytet krejt tjetër. Një qytet i cili sot nuk është. I gëzohemi detit që e ka dhënë natyra, i gëzohemi atyre gjërave që i ka dhënë natyra, por shumë nga gjërat që natyra i ka dhënë janë keq përdorur. Sot qyteti është gëlon nga papastërtia, gëlon nga pislloku në fakt. Edhe madje zonat mrekullueshme të detit, që është Porto Romano, sot janë përdorur si landfill mbeturinash. Ky qytet kërkon në mënyrë imediate një ndërhyrje emergjente për pastrimin e kudo skajshëm të vet, për furnizimin me ujë të përditshëm dhe 3 herë në ditë, ne do ta bëjmë këtë brenda 6 muajve. Ky qytet kërkon që çdo kvartall pallatesh ketë gjelbrim 2 stola, 3 stola për moshën e tretë, ketë një lulishtë të vogël dhe një kënd vogël për fëmijët. Ky qytet kërkon që bizneset tashmë të ndjehen të lirshme dhe çdo ditë të hapin qepenin e Vockët dhe mos kenë asnjë shqetësim që ka një administratë që i dhunon dhe e trajton një po një jo me logjikën që kush e njeh kryebashkiakun ecën mirë apo i privilegjuar dhe kush e njeh duhet të ketë frikë nga puna e vet. Të gjitha këto, ky qytet që duhet të përdorë arkeologjinë e vet, po që e ka varros diku me beton, diku e ka varros me ujërat e zeza, sepse vetëm qendër ka 18 site arkeologjike, por që sot janë gjitha të murosura në një farë mënyrë, kërkon absolutisht kryebashkiakun e vet, të cilin gjithë qytetarët presin për të ndjerë qytetin e Durrësit, që ke kjo zona ku jemi ne këtu, duhet filloj plazhi publik, kaqëri premtuar, pafundi premtuar, 8 vite premtohet. Ajo që është absurdi më i madh, kemi një rival i cili vazhdon premton po të njëjtat gjëra që ka premtuar më përpara. Dhe diçka është se kjo është kafe mëngjesit dhe na e lejon pak sportivitet. Patjetër. Edhe buzëqeshja ju e konstaton. Po, na ndodh që rivali ka 8 vite propozon ta zënë plazhin publik apo propozon 4 shkolla, 3 shkolla në vit. Nuk realizon asgjë.
Mirë, për të ndërtuar nga fillesa programin e ri për mandatin e tretë, ka bërë një zgjidhje spektakolare. Dhe çfarë thot? Ka mbledh strategët dhe i thot, shikoni, sa kanë propozuar vjet, më bëni një program, ke propozuar 4 shkolla. Si ta bëjmë që ta ndryshojmë këtë? Merr 4 shkolla, i shumëzon me 4 dhe propozon 16. Dhe këta 14 apo 16, nuk ka rëndësi. Kuptohet se sa e realizueshme është, kur ke propozuar 4 nuk e bër asnjë, po tani vetëm e shumëzon, edhe është një strategji e mrekullueshme, ti premtosh qytetarëve shumë fishin e atyre që s'ke bërë asgjë. Ka thënë do të bëjmë një landfill, është zero, përsëri premton një landfill. Ka thënë do bëjmë plazhin publik, përsëri për herë të tretë premton plazhin publik dhe deklaron që është shumë e vështirë të mbahet plazhi publik, po këtë herë me dhimbje do përpiqem që ta bëj. Kështu që ka plot element qesharak në këtë lloj premtimi, por që qesharake nuk është që ta kthesh qytetin në një gërmadh, një qytet i cili ka vijën bregdetare më të gjatë tashmë. Është një qytet që ka arkeologjinë më të mrekullueshme, sepse ka aerolishte e një maj askush s'duhet ta fal, që ne kemi humbur Pompejin e Shqipërisë. Ju e keni hequr këtë paralele me Pompejin. Ne kemi humbur Pompejin e Shqipërisë, ne kemi humbur me Durrësin dhe s'do ta humbim, do ta rikthejmë Romën e Shqipërisë. Dhe kemi Kodrinat e Durrësit që do të jetë një farë Toskane. Ky qytet është një mrekulli dhe në fakt ju thatë jo shumë larg nga Tirana, por nëse ndjek vijën e gjelbur dhe atë korridorin natyror që i ka kriju natyra, në fakt krijohet një përshtypje që kemi një Durrana dhe kemi një bashkim të asaj që quhej dikur itinerari Skënderbeut. Po ta shikoni Durrësin nga lart, ka torra të periudhës otomane dhe periudhës më parshme, veneciane, të cilat bëjnë qytetin antik të kuptohet qartësisht se sa larg jemi ne ndaj asaj që ka qenë dikur qyteti. Grita, për këto arsye ju e keni etiketuar si banket 8-vjeçar qeverisjen e deri tanishme? Banket? Asnjë sekond, se nuk kam parë asgjë festive, se t'ishte ndo pak banket festiv. Lexova diku në një broshur. Sigurisht atë e kam thënë për që pozitive me gjithë katrahurën, sepse nuk kam zgjedhur për gjatë gjithë bërjes fushat që ta nxjis situatën e njerëzve cilët janë shumë herë të mërzitur. Dhe kandidimi im për qytetin e Durrësit dhe bashkinë e Durrësit është një kandidim që duhet të jetë i perceptuar vetëm si shpresë e madhe, si një rizgjim dhe një risjellje e qytetit në kapacitetet e veta normale. Tani, në fakt nuk është banket, është gostia e përhershme e bandës së të pestëve, cilët janë 5 emrat kryesorë që mbajnë peng këtë qytet. 5 emra. Janë thjesht 5 emra, janë thjesht 5 kompani që kanë monopolizuar gjithçka dhe ndaj të cilëve ky kryebashkiak është thjesht një ushtar i tyre. Kjo gostia ishte shumë interesante, aq më tepër në këtë mëngjes. Po, sepse është një gosti e cila sot nuk ka ujë, sepse për shkak të një kompanie edhe projekti Bankës Botërore me $85 milion ka mbetur peng, ka një vit. Imagjinoni një vit $85 milion që presin të nderohen dhe janë parat aty. Dhe njerëzit marrin me bot ujë në Durrës. Dhe kjo është prezente. Jo vetëm kaq, po edhe Shadërvani që ka bërë si rezervat peshku në mes të qytetit, edhe ai furnizohet me bot. Dhe atë e ka menduar që në atë rrugë ku nuk kalojnë dot 2 makina, duhet edhe boti për të penguar kalimtarët, për të mbush atë vaskën që është në mes qytetit, që ka zëvendësuar atë Shadërvanin 1928-s. Në këtë absurd tragjik jemi, por që tashmë duhet ta kthejmë në ironi, sepse nuk ka mbetur gjë tjetër përveç se të kthejmë shpresën e një qyteti që do rizgjohet se s'bën. Se s'bën. Megjithatë, edhe gjatë spotit elektoral ju keni theksuar faktin që është e thjeshtë ta betonizosh Durrësin, po unë nuk do ta lejoj këtë. Por gjatë Durrësi është i betonizuar, të paktën edhe gjatë gjithë këtyre muajve apo viteve është anatemuar shpesh edhe nga forca juaj opozitare. Është i gjithë i betonizuar zona e plazhit, është një dhimbje. Unë e kam quajtur atë muri Berlinit i detit, sepse ngrihen 10-15 kate dhe nuk lënë më të shikosh kush deti. Aty se kupton fare në zonën e plazhit që janë zonë bregdetare. Po të ecësh në atë rrugën aty. Do të shpëtosh çfarë mundesh. Në këtë kontekst do stopoj tashmë, nuk do të ketë më ndërtime agresive në zonën e qendrës Durrësit dhe në zonën që quhet qyteti Durrësit. Do të respektohet ai minimali, edhe bllokimi i ndërtimeve të pronave të vjetra nuk duhet të ndodhë, por do të kemi ndërtime të një kapaciteti normal të një qyteti siç është me vileta dhe me ndërtime jo agresive, duke respektuar edhe pronën dhe sigurisht prioritet do të marrë pasuria arkeologjike,
të cilën do të gjejmë të gjitha mjetet e bashkëpunimit me koncensione të mëdha, që atëherë atje ku ka vepër arkeologjike, ajo është pasuri ekonomike, nuk është vetëm pasuri historike. Mendoni po të kishim vetëm 3 nga ato site që sot janë ngroposur dhe t'i vendosnim në guidën turistike të Durrësit, t'jeni të sigurt që ajo që do të kishte në qytet nuk do të ishte vetëm vëllezërit tanë të hapësirës kosovare, të cilët nuk e lënë tregun e Durrësit, i cili në fakt është sot vërtet një turizëm që gëlon nga varfëria, sepse është më i varfëri, është pjesa, ajo zona e Durrësit tani e plazhit, është pjesa më e varfër e turizmit, më e lirë, që ofron shërbimet më të lira dhe kushdo që ka bler shtëpi tek ato pallatet aty, tashmë është bërë pishman. Pishman për kanalizimet, që nuk funksionojnë, pishman për ujin e papastër detit, që u desh muaj dhe muaj të lidhej me një impjant nga më të mirët që ka Shqipëria të ndërtuar me fondet e Bashkimit Evropian. Pse? Për neglizhenca absolute ose për mënyrën se si e shikojnë jetën. Mënyra si e shikojnë jetën, për mua është jashtë çdo standardi qytetarisë. Megjithatë thirrja juaj drejt për drejt, konstante edhe në shumë tubime, ka qenë besimi që ju shprehni tani, edhe ftesa që të vinë qytetarët në Durrës, duke filluar nga muaji i ardhshëm, mos ndoshta përplaset edhe me një lloj frike në heshtje, grida nisur nga fjala që ju drejtohet elektoratit, që ju lutem fort që mos ta tenderoni votën tuaj për 4 vitet e ardhshme për pak javë. Kjo mund të thehet si frikë, për të si angst apo çfarë? Ka një dhimbje historike me varfërinë. Kush është kjo? Pikërisht ata që e lënë votuesin dhe popullin dhe qytetarin të varfër, janë po ata që shkojnë dhe në mënyrë kriminale e tenderojnë atë në ditën e fundit. Nuk ka lidhje me mua kjo, as me anktin për situatën, ka lidhje me vetë ata. Ata vetë duhet kuptojnë që ata që i kanë lënë të varfër, ata që nuk bëjnë kur premtimet që premtojnë, ata që i shfaqen një ditë të dera dhe i thonë 20.000 lekë për një vot, 50.000 lekë për një vot, janë po të njëjtët njerëz që kur i kthehen atje i thonë ti do rrugë, as i rrugë se ty ta kanë ble. Është për ata kjo thirrje. Është për ata të cilët në fakt në një mënyrë apo një tjetër janë plotësisht të shitur dhe nuk kanë më asnjë të drejtë thonë gjë. Dhe në fakt ky është skenari më i normal shumë këtë qytet. Po të shkoni në zonën e Knetës, dëgjoni këtë. Dëgjoni dhimbjen që një shumicë njerëzish që e kanë pranuar atë shpërblimin në emër të votës, thonë dhe di çfarë na bën kur na vjen këtu, thotë, mos më kërkoni asnjë gjë se ju a kanë ble votën. Kjo thirrje është për ata, nuk është për mua. Në kuptimin që mjaft më me këtë politikë të rreshme, me këtë politikë që nga njëra anë premton të pamundshme, dhe njerëzit të djegur nga çdo gjë, i fryn çdo gjë tani. Dhe e them nga një herë me njerëzit në mënyrë shumë normale, të gjithë thonë inshallah. Është krijuar kjo psikoza dhe perceptimi që kaq pak ndryshojnë gjërat në vende sa hajde inshallah. Mirë, po ti e kupton që kjo do të thotë mos pjesëmarrje. Dhe po nuk morën pjesë njerëzit, asnjëherë nuk ka për ta marrë mesazhin politika e keqe që duhet ndryshojë. Dhe përfundon që në një sistem tonin demokratik ku duhet të qeverisë maggioranza, na qeveris minoranca. 36% ka qenë përqindja e pjesëmarrjes në zgjedhjen Durrës. E mendoni ju që ne qeverisemi nga 36%? Kjo është një arsye, më shumë për t'i thënë qytetarëve që ju do të vendosin verdiktin tu. Duhet të qeverisemi realisht nga maggioranca. Sepse po vazhduam kështu, dhe po vazhduam me logjikën dikush tenderon, dikush nuk vjen, tjerë, gjërat do bëhen gjithmonë më keq. Pra, është një thirrje për tërësinë e standardit të zgjedhjeve që nuk bëhet fjalë vetëm Durrës. Të gëzon një fakt që të paktën besoj do ta kishte pritshmëritë dhe sinjalet dhe nga Tirana, por dhe shumë qytete që e përmendin të majtë të djathtë të qendrës që në garë do të ketë Durrës. Në Durrës do të ketë garë. Të gëzon ky fakt, të intrigon më shumë të vënë pozita puna apo çfarë? Jo, do më intrigonte më shumë. Të gjithë e shohin me pritshmëri Durrësin. Shikoni, rivali që ndodhet përballë meje nuk ka asgjë të përbashkët me mua. Kjo është një garë kithët. Janë dy gjëra që nuk as janë paralele dhe as janë dy gjëra të cilat kryqëzohen diku. Ne nuk flasim dot për programe. Dhe di pse nuk flasim dot, nuk kryqëzohemi dot për programe, sepse zotria del për shkakun dhe shkon në zonat rurale dhe thot kush ka 1 milion
euro do ketë lehtësira financiare, se kështu imagjinon fermerët që kanë nga 1 milion euro. Të nesërmen, dëgjojnë që Greta ka thonë që 30% subvencionit të fermerëve do ta ketë bashkia, ju do të merrni 30% financimit. Çfarë bën pas nesërmen? Rivali shkon dhe thotë 30% financimit të fermerëve do ta bëjmë ne. Thot një ditë që ne do të taksojmë më fort pasurin, gjë që se ka fare të vërtet, dhe sapo kupton që unë jam duke thënë që ne do të zbresim taksat me 30%, se Durrësi e ka 2 fishën e Tiranës taksën lokale të pasurisë, e ka 2 fishën e Tiranës numrin e taksave që përdor, se nuk bën diferencë midis biznesit vogël, biznesit mesëm, biznesit madh. Konsideron që edhe një kompani e madhe ndërtimi duhet paguajë njësoj taksa për infrastrukturën si një biznes i vogël, të cilit po të shkosh te dyqani dhe të shohësh listën, i bie që mos t'i marrësh asgjë, sepse ai realisht në fund vitit është duke përballuar edhe koston e varfërisë të atyre njerëzve që shpesh herë i them ju po bëni shtetin, jo shtetin. Sepse ata i mbajnë njerëzit me buk falas, në fakt, nga mëshira, nga solidariteti, nga ajo që i kanë njerëz që i njohin. Dhe në këtë situatë, të thuash pastaj që unë do ul taksat, kur ti ke qenë personi që ndoshta në rang republike, si kryebashkiak, i ke dyfishuar taksat në raport me Tiranën, kjo është pastaj. Vazhdojmë dhe bëjmë ironi me gjithçka. Më lejo të Pra, ngacmoj. në këtë kuptim, as kemi përplasje në nivel programi, as kemi përplasje në nivel figurash politike. Për mua do të kishte qenë një garë e mirë, sikur Partia Socialiste mos merrte më vendimin mbante po të njëjtën kandidaturë, çka ka bërë një gabim të madh në gjithë ato që është fryma e Partisë Socialiste, të cilën e ndjej unë te socialistët e këtushëm. Socialistët e këtushëm nuk kanë asnjë lidhje me këtë kryebashkiak. Ai ka një grup të vetin personal që nuk ka lidhje me partinë. E ka krejtësisht vetin, është ajo Kostia dhe banda e pesëve. Dhe po të kishte sot një kandidat Partia Socialiste të nivelit politik që ka diçka për të thënë, që ka një lloj frymëzimi që i bën dhe vetë socialistët të ndjehen mirë me atë kandidaturë, unë do thoya që po, kam arsye për të ndjerë për një garë shumë të fortë. Nga ana tjetër, ajo që sigurisht do të jetë këtu, do të jetë një garë e kithët, një garë që nuk kanë lidhje dy figurat me njëra tjetrën, ashtu siç nuk po kanë lidhje. Domethënë nuk ka lidhje fare çfarë përfaqësoj unë me atë çfarë përfaqëson rivali tjetër. Çka nuk e bën këtë të kënaqshme. E mira do ishte të kisha një kandidat prestigjioz të së të ri ose figurë politike, dhe kjo do të ishte pastaj një garë e vërtetë. Ktu kemi një garë midis një njeriu që njihet që ka calek, një njeriu që dihet që ka marrë peng qytetin për çështjet veta apo për një karrierë ndoshta të nesërme politike se do të katapultohet, një figurë që është shumë më poshtë madje edhe se Niko Peleshi, por që i ngjan të njëjtës karakteristik në një farë mënyrë dhe i hyn treshes së figura më të shijat Partisë Socialiste në kryet bashkive, që ku përmend këtu të Vlorës, po Gradecit, dhe ky është i treti Por ky është i vetmi që s'është dënuar ende. Më lejo të ngacmoj se edhe në fushat elektorale, si lexova një deklaratë mos gaboj unë të para disa javë të kryeministrit, që thjesht kur e pyetën për kandidimin tuaj tha larg qoftë. Kryeministri është një nga ata që e njeh shumë mirë komunikimin, dhe sa herë që bën shprehje ekstreme, do të thotë që është në ekstremin tjetër. Ai vetë ka dashur të thotë që shqyr. Shqyr. Po. Pikërisht kur ky kryeministër thotë larg qoftë, dije që është duke thënë shqyr, në fakt. Edhe unë e mora si ogurt mirë. Unë jam e bindur madje që edhe ai do të lehtësohet nga humbja e Dakos në Durrës. Do të lehtësohet. Nuk i shërben as pak fitoria e Dakos në Durrës e Tiranës, fare as pak. Ju shqetëson fakti për pos optimizmit që keni kontestuar shumë dhe mbetet një problem real votuesit fiktiv. Nuk janë pak, janë 2811, mos gabojmë. Fakti i cili është që kundërshtari do ta fillojë garën gjithmonë sipas pretendimeve tuaja dhe të stafit tuaj dhe të opozitës, do ta fillojë garën në avantazh. Nëse do të votojnë ata. Kandidati tjetër ka gjetur këto mënyra shpëtimi. Nuk di akoma pse nuk ja bërë dikush një pyetje, sepse ka thënë që janë njerëz që vinë normalisht në Durrës, 2800 veta, siç ka ardhur Grida. Po pse nuk e shqetësojnë atë 2800 njerëzit e regjistruar në objekte që janë edhe në pronë situjsjellësit, pra një ndërmarrje të bashkisë. Ky kandidati i cili dhe në mandatin e fundit nuk ka fituar me më shumë se për shembull 3000 vota. Pse nuk është i shqetësuar që sot i shfaqen njerëz të regjistruar fiktiv, të cilët banojnë ku? Në një garazh që po prishet.
kemi 5 familje. Në një kabanon, sot po të marrësh një qendër që rezultojnë ata të regjistruar, i bie që ai kod ti përkasi një kontenier i brenda në port. Ky kandidati që mendojnë që këto janë të ardhur natyral dhe kur e din që janë të regjistruar në godina që s'ekzistojnë, pse nuk është i shqetësuar vetë personalisht, se dhe ai është nga gara, apo jo? Kjo tregon qartësi që sigurisht to janë gjithë përpjekjet e tij për të sjellë këta njerëz fiktiv këtu. Nuk më shqetëson, pavarësisht se betejë me të gjitha mjetet ligjore vazhdon normalisht. Nuk më shqetëson fare se si do të vijojë kjo situatë e ngrirjes ose jo të këtyre votuesve. Tashmë opinioni publik ka pasur mundësinë të shikojë disa video ku her pas here ata vetë nuk dinë gjë që i kanë regjistruar në Durrës dhe thonë ai morën kartat për punë. Kështu që ky lloj avantazhi që ai tenton të krijojë me fiktivitet tregon eksaktësisht që ai e di avantazhin tim natyral. Avantazhin natyral. Tu ka një broshurë që është dhe programi që ju e keni prezantuar për të rikthyer Durrësin në 3 shtylla, po ajo që unë insistoj është fakti që dhe ju e dini, gjithë kryeqytetasit, qytetarët e Tiranës që nuk janë të pakët, shpeshherë në planifikimet e tyre të turizmit i vërsulen Himarës, Sarandës, Dërmiut, juve do t'i riktheni në Durrës si dikur do ta bëni dot këtë, do t'i rikthej grida e kryeqytetasit të rishohin Durrësin. Në fund mandatit ne do të kemi ndoshta pjesën më të bukur të plazhit në Keprin e Donit. Gjithë zona e veriut bashkisë, që është sot një plaj fatmirësisht e pa prekur, që është sot e gjelbur dhe që do të shkoj, ju e shikoni këtu, ne kemi thënë është gjithë kjo zona këtu, e cila vazhdon deri lart dhe ne do të respektojmë këto korridoret e gjelbra që kemi këtu dhe do të ndërtojmë në mënyrë vertikale, pra pa e mbyllur kurrësi as korridorin e gjelbër dhe as korridorin blu të pamjen blu, hapësirën blu të detit, dhe do të ndërtojmë në të gjitha këto hapësira, do të ndërtojmë resortin familjar të plazhit real. Pra pa pallate të tmerrshme, pa betone të tmerrshme, konstruksion druri, konstruksioni bardh, me çati të gjata, që do të ketë mijëra hektar vend për të bërë plazhin e mrekullueshëm. Për sa i përket plazhit sot të Durrësit, ajo që njihet historikisht si legjenda e turizmit në kohën e viteve të shkuara, ai do të ristandardizohet. Do me thënë, sot mund edhe të jetë kategorizimi me 1 yll, me 2 yje, me 3 yje të atyre hoteleve dhe shërbimeve që janë aty, por kjo nuk është e ditur për publikun. Ne do të bëjmë për publikun standardizimin e atij plazhi me gjithë normat e higjienës, me largësinë midis tyre, se një nga problemet edhe kur kanë njerëzit të paguajnë 5.000 lekë në shezllonit është që prekin këmbët e njëri tjetrit në qendrim, do të hyjmë brenda standardeve, do të ulim taksat dhe për ata që shërbimin ta ofrojnë brenda të njëjtës sasi fitimi, kurse nuk godas biznesin në emër të një populizmi, sepse biznesi është 80% e mbajtjes ekonomisë, dhe kur them vende pune është biznesi që do të motivojë të hapi vende pune, duke konsideruar që taksa e ulët do të jetë shumë herë më lehtësuese për të gjithë dhe do të jetë shumë herë më e pagushme për gjithë, siç kam deklaruar që për bizneset të cilat marrin pjesë në punët në komunitet, përfshi këtu edhe një biznes të vogël fare. Qofse më merr përsipër të më rregulloj dhe të mbaj gjelbrimin e një hapësire para atij, jam gatshme të them që 200.000 lekëshin e vjetër të tha taksave t'ja zbres fare. Mjafton që bashkëpunimi midis biznesit, komunitetit dhe cilësisë jetës së qytetit të jetë një eficiencë e plotë, siç kam thënë që do të kthejmë standardin e administrimit të gjitha godinave dhe turizmit, duke vendosur administratorin e godinave, duke vendosur konceptin e mirëmbajtjes godinave, që fillon nga koncepti i ujit pishëm, që jam e bindur që gjithë qytetarët që jetojnë nëpër pallate e dinë shumë mirë që edhe rezervuaret e ujit janë pastruar një herë, deri tek kolaudimi të gjithë koncepteve tjera, duke nisë me faktin që cilësia e jetës është përdit. Mos flasim pastaj për çështjen e mbetjeve, që është një problem i madh për Durrësin, të cilën do ta kemi me 3 kosha, me 3 ngjyra, duke ndar plastikën nga qelçi nga kartoni dhe duke i bërë që kompanitë e riciklimit të marrin tek ne, tek këto mbetjet që janë brenda qytetit, atë që është lënda e parë, që sot e marrin nga Turqia, nga vende të fqinj, dhe ne blejmë mbeturinat e botës, sepse çfarë nuk bë kemi dot, nuk mblidh kemi dot të diferencuara, të veçanta, 3 llojet e mbetjeve tona. Do të bëjmë projekte që kanë shumë vlerë në mënyrën se si mendohen dhe që do të prodhojnë 2 herë, 3 herë vlerë për atë që deri sot i ka munguar plotësisht.
Unë do ta mbyll duke të ngacmuar prap. ngacmuar. Ndoshta e kam në ADN. Do t'ja jepni dorën kandidatit nëse ai do të fitojë. Absolutisht do t'i jap dorën të gjithëve që janë fitues në emër të standardit të meritës. Nëse unë kam një dhe vetëm një dedikim dhe përgjegjësi në karrierën time aq sa do bëj, është që do di të pranoj gjithmonë kush është më i miri. Më i mirë se Grida, më i mirë se Grida gjithmonë, por gjithmonë në emër të meritës. Nëse fitoria vjen me merit, me standarde, me pastërti, do t'i jap dorën, do t'i shtrëngoj dorën, do më ketë partner. Nëse fitoria e kujt do në këtë botë vjen si pasojë e shtrembrimit, e spekulimit, e vjedhjes, e dhunimit qytetarëve, e presionit administratës, do më ketë në luftë frontale sa të kem jetë. Sa të kesh jetë. Po. Grida, faleminderit. Faleminderit You can do it. Faleminderit juve. Ishim me kandidatën që tenton dhe do kërkoj Durrësin, beson shumë dhe është e bindur, i fton të gjithë Tirana si të vinë mbas ndoshta nga muaji korrik nga fillimi, sa këtë mbaruar dhe procesi elektoral në Durrës, sepse tani i ftoi të gjithë theksoj ajo pasi të ketë mbaruar gostia e të pestëve. Kështu e etiketoi Grida, një nga shtyllat kryesore të asaj që vetë kandidatja e cilësoi si marrje peng të qytetit të Durrësit. Ktu kemi përfunduar në këtë Coffee Morning interesant në Durrës, në këtë Durrës që është tani, por në një Durrës ndryshe, siç mendon dhe beson të bëjë kandidatja i përket një kohe pak më vonë. Vazhdojmë me pjesën tjetër të programit, bashkë do të ndajemi këtu.